Me që të ndëruar, përshëndetje edhe njëherë, sot do të bëj një video kështu pak më të gjatë, sepse do të flas për diçka që besoj se është shumë e rëndësishme edhe do të japim shumë referenca nga sure të ndryshme nga Kurani, kështu që do të merr pak më shumë kohë, gjithashtu për shkak se ka shumë sure që do të lexoj, nuk kam pasur kohë që t'i vendos gjitha këtu në ekran, kështu që nëse doni t'i kontrolloni këto sure, thjesht shkruani përderisa dëgjoni videon edhe pastaj mund t'i kontrolloni ose mund ta bëni pauzë dhe ta kontrolloni sa është e saktë ajo që jam duke lexuar. Kështu që le të fillojmë si krishter, ajo që vazhdimisht unë dëgjoj nga miqtë mi musliman është ideja se librat e mëhershme si Teurati, Zeburi, Ungjilli, edhe pse u dërguan nga Zoti fillimisht, ato u ndryshuan, u manipuluan apo u korruptuan nga njerëzit. Edhe si rezultat, miqtë tanë musliman thonë edhe pse ka disa të vërteta në këto libra që kanë mbetur, ne nuk duhet të besojmë këtyre librave plotësisht, ne nuk duhet të mbështetemi në to apo të gjykojmë sipas këtyre librave, sepse ne nuk mund të dimë saktësisht se çka është e vërtetë dhe çka nuk është e vërtetë në to. Por ata na thonë se ne duhet të gjykojmë sipas Kuranit, sepse Kurani na shpalli të vërtetën përfundimtare dhe Zoti ka premtuar se do ta mbrojë Kurani nga manipulimet njerëzore deri në ditën e Kiametit. Kjo është pak a shumë çka muslimanët tanë na thonë kur flasim për librat e mëhershme si Teuratin dhe Ungjillin. Mirë po, është interesante që sa më shumë që po lexoj nga Kurani, unë jam duke kuptuar se kjo ide në fakt nuk gjendet në Kuran. Kjo është një ide moderne në Islam, që është shpikur nga dietar të ndryshëm modern musliman. Kurani nuk na thot kurrë se Teurati dhe Ungjilli u ndryshuan, u manipuluan apo u korruptuan nga njerëzit. Në të kundërtën, Kurani flet në fakt shumë fjalë të mira dhe pozitive për këto libra. Kështu që ajo që dua të bëj në këtë video është thjesht të lexojmë ajete nga Kurani që na tregojnë se çka Allahu dhe Muhamedi vërtet mendonin për Teuratin dhe Ungjillin në shekullin e 7, sepse kjo është koha kur Kurani zbriti. Dhe mos harroni se Teurati dhe Ungjilli që ekzistonte në shekullin e 7 është i njëjti Teurat dhe i njëjti Ungjill që ne si krishterë kemi sot në Biblat tona. Kështu që nëse Kurani i aprovon ato libra, i aprovoi Teuratin dhe Ungjillin në shekullin e 7, Kurani gjithashtu aprovon Teuratin dhe Ungjillin që kemi sot, sepse është i njëjtë, është komplet e njëjta gjë, asgjë nuk ka ndryshuar. Kështu që le të fillojmë të lexojmë disa sure, disa ajete nga sure të ndryshme të Kuranit që na flasin për këto libra. Tash nuk i kam cituar gjitha, ka edhe ajete të tjera, por besoj se këto janë mjaft për ta kuptuar ato se çka Kurani thot për Teuratin dhe Ungjillin dhe ndoshta do të bëjmë edhe një video tjetër për të lexuar të tjerat. Por janë tre gjëra që duhet të theksoj sot që Kurani na thot për këtë libër. Së pari, Kurani na thot se këto libra ishin dhënë apo ishin të inspiruar nga Zoti, u dërguan nga Zoti, u shpallën nga Zoti, nuk ishin libra që u shkruan nga duart e njerëzve. Teurati dhe Ungjilli sipas Kuranit janë shpallur nga Zoti. Për shembull, sura Ali Imran, ajeti 34 thotë: Ai të zbriti ty librin me të vërtetën që të vërtetoj atë që ka qenë para ti. Ai e zbriti Teuratin, ka fjalën për Zotin. Ai e zbriti Teuratin dhe Injillin më parë si urdhërrëfim për njerëzit, dhe ai zbriti Furkanin. Ata që nuk besojnë në shpalljet e Allahut kanë dënim të ashpër. Allahu është i plotfuqishëm, Zoti i ndeshkimit. Do të shumë qartë, këto na thuhet se Teurati dhe Ungjilli u zbritën nga Allahu, dhe ata që nuk gjykojnë apo nuk besojnë në këto libra do të dënohen ashpër. Ata që nuk besojnë në libra që Allahu ka zbritur. Kështu që kujdes muslimanë se çka ju bëni me Teuratin dhe Ungjillin, sepse vetë Kurani ju thotë që Teurati dhe Ungjilli u zbritën nga Allahu, edhe nëse nuk gjykoni, nëse nuk i besoni këto librave, ju përret një dënim i ashpër. Sura 3 prap, ajeti 84 thotë: Thuaj, ne i besojmë Allahut, asaj që na është shpallur neve dhe asaj që i u shpall Ibrahimit, Ismailit, Isakut, Jakubit dhe pasardhësve të tij, dhe asaj që i dha Mojsiut,
i sajt dhe profetëve nga Zoti i tyre. Ne nuk bëjmë dallim mes tyre dhe ne jemi të dorëzuar ndaj tij. E shihni, dy gjëra thuhen këtu. Në shekullin e 7, Allahu përmes Muhamedit u thot muslimanëve se këto libra u shpallën nga Zoti, Teurati, Ungjilli, dhe se duhet të besojmë, dhe se muslimanët duhet të besojnë, dhe se njerëzit duhet të besojnë në Teurat dhe Ungjil, atë që ju dha Mojsiu dhe atë që ju dha Jezusit. E besojnë ju muslimanët këtë? A besojnë atë që çka ju dha Mojsiu dhe atë që çka ju dha Jezusit? Pra se që shifni Kurani na thot shumë qartë se Teurati dhe Ungjilli u shpallën nga Allahu dhe Allahu u kërkon njerëzve që të besojnë në këto libra, dhe kushdo që nuk besojnë në këto libra do të ndëshkohet nga Allahu. Pra, edhe si thash, mund të lexojmë edhe sure të tjera, ajete të tjera, por këto ajete na thonë shumë qartë se Teurati dhe Ungjilli janë të inspiruara, u zbritën, u shpallën nga Zoti. Kjo është shumë e qartë në Kur'an dhe nuk besoj që ka ndonjë musliman që e kundërshton këtë gjë. Ata zakonisht besojnë se Teurati dhe Ungjilli vërtet u shpallën nga Zoti. Mirë po, çka muslimanët kanë problem është me këtë të dytën. Një gjëja e dytë që Kurani na thot lidhur me këtë libra është se Teurati dhe Ungjilli jo vetëm që u shpallën nga Allahu, por këto libra u mbrojtën dhe nuk u korruptuan. Edhe këtë e shohim në Kur'an. Sura 3 prap, ai të zbriti ty librit me të vërtetën që të vërtetoj atë që ka qenë para ti, Teuratin dhe Ungjillin. Tash, veç mendoni pak, Allahu i thot Muhamedit që ne të zbritëm ty Kur'anin që të vërtetoj librat e mëhershme, Teuratin dhe Ungjillin. Tash, nëse Teurati dhe Ungjilli ishin të korruptuar, pse Allahu do ta dërgonte Kur'anin që ta vërtetoj një libër të korruptuar? Veç imagjinoni pak. Allahu kur nuk thot se ne e zbritëm Kur'anin që të përmirësoj librat e mëhershme, korruptimet që janë bërë në këto libra, por thjesht thot që ne e zbritëm Kur'anin që t'i vërtetoj librat e mëhershme. Tash si mund të vërtetoj diçka që nuk ekzistonte në këtë kohë? Ose diçka që nëse ishte korruptuar, atëherë Allahu është duke thënë që unë po dërgoj Kur'anin që të vërtetoj që të vërtetoj këto libra të korruptuara. Do thot, cilën do që ti e beson, është gabim. Nëse Teurati dhe Ungjilli janë korruptuar dhe Kurani erdhi që t'i vërtetoj ato, atëherë ai po vërteton diçka që është korruptuar. Nëse Teurati dhe Ungjilli kishin humbur dhe nuk ekzistonin në shekullin e 7, atëherë është e pamundur që Kurani t'i vërtetoj ato, sepse nëse një jude, për shembull, nëse Muhamedi vjen te një jude dhe i thot unë kam Kurani më është shpallur mua që t'i vërtetoj librat e tua, një jude, si mundet një jude ta provoj këtë gjë? Do të thotë, okay, le ta shohim nëse e vërteton. Kur ai në fakt nëse as nuk e ka Teuratin apo një krishter as nuk e ka Ungjillin. Kështu që vetë fakti që Kurani zbriti që t'i vërtetoj librat e mëhershme dëshmon se këto libra ekzistonin në shekullin e 7, edhe këto libra ishin të pakorruptuar në shekullin e 7. Kjo është diçka që kur muslimanët na thonë që Kurani erdhi që të përmirësoj ato që ishte korruptuar më herët, kjo është diçka që Kurani nuk e thot. Muslimanët i shtrembrojnë fjalët e Kuranit në këtë rast. Kurani thotë që ai zbriti t'i vërtetoj librat e mëhershme. Sura 7, Al-Araf, ajeti 157, thot: ata që ndjekin të dërguarin, profetin analfabet, të cilin e gjejnë të përmendur në Teurat dhe Injil, i cili i urdhëron për të mirë dhe i ndalon nga e keqja, u lejon gjëra të pastra dhe u ndalon të papastërtat dhe u heq barrën dhe prangat që ishin mbi ta. Ata që i besojnë atij e ndihmojnë, e respektojnë dhe ndjekin drejtën që është dërguar me të, ata janë të shpëtuarit. E shihni çka na thuhet këtu për Teuratin dhe Ungjillin, se Muhamedi gjendet i përmendur në këto libra. Tash, a do lejonte Allahu që një libër që përmend Muhamedin të korruptohet, të manipulohet nga njerëzit? Gjithashtu, vetë fakti që Kurani thotë se ata e gjejnë Muhamedin të përmendur në Teurat dhe Ungjil, kjo tregon se Teurati dhe Ungjilli ekzistonin në shekullin e 7 dhe ishin të pakorruptuar, sepse Muhamedi gjendin tu. Nuk ishin korruptuar.
Kjo tregon, si thash, se Teurati dhe Ungjilli ekzistonin në shekullin e 7. Nëse si muslimanët po që Ungjilli kishte humbur më njëherë mbas kohës së Jezusit, atëherë ishte e pamundur që judenjët të shohin, të kërkojnë dhe të shohin në Ungjil nëse Muhamedi gjendet aty, ose të krishterët të shohin nëse Muhamedi gjendet në Ungjil, nëse Ungjilli nuk ekzistonte as pak. Kështu që fakti që Kurani thotë se profeti analfabet i cilin e gjen të përmendur në Teurat dhe Ungjil tregon se Teurati dhe Ungjilli ekzistonin në shekullin e 7. Dhe vëllezër, ju inkurajoj të shihni se i njëjti Teurat që ekziston në shekullin e 7 është plotësisht i njëjti Teurat që unë kam sot në Bibël, një njëjti Teurat dhe Ungjil. Sura 2 Al-Baqara ajeti 85 thotë: a besoni vetëm një pjesë të librit dhe mohoni një pjesë tjetër? Dënimi atyre që veprojnë kështu prej jush është poshtërim në jetë. Falni. Dhe në ditën e Kiametit do të dërgohen në ndëshkimin më të ashpër. Allahu nuk është i pavetëdijshëm për atë që bëjnë. Në këtë ajet, ky ajet është shumë i rëndësishëm. Në këtë ajet, mbani mend, në shekullin e 7, Allahu i kritikon judenjët që ata po besonin vetëm pjesë të Teuratit. Kjo është plotësisht në kundërshtim me atë që ka muslimanët na thonë sot. Muslimanët vazhdimisht na thonë sot se ne nuk mund të besojmë të gjithë Teuratin, të gjithë Ungjillin, por vetëm pjesë të Teuratit dhe Ungjillit, sepse vetëm pjesë të Teuratit dhe të Ungjillit janë të vërteta. Por çka na thotë ky ajet? Dënimi e atyre që veprojnë kështu është poshtrim në jetë dhe ditën e Kiametit do të dërgohen në ndëshkim më të ashpër. Mbani mend këtë ju musliman, që besoni vetëm në pjesë të Teuratit dhe na thoni dhe pjesë të Ungjillit dhe na thoni neve që ne do të besojmë vetëm pjesë të Teuratit, pjesë të Ungjillit. Allahu ju thotë këtu se nëse ata që besojnë vetëm pjesë të Teuratit, vetëm pjesë të Ungjillit, janë në dënim. Muslimanët kundërshtojnë Allahun këtu, sinqerisht kundërshtojnë Allahun këtu. Ky ajet dëshmon se në shekullin e 7 i tërë Teurati ekzistonte, i tërë Ungjilli ekzistonte, i pa korruptuar, sepse Allahu thotë që të besojnë në tërë Teuratin dhe jo vetëm në pjesë të tij. Allahu në shekullin e 7 mendonte ndryshe nga ajo se çka muslimanët besojnë sot. Muslimanët na thonë që ne duhet të besojmë vetëm në pjesë të Ungjillit, në pjesë të Teuratit, ndërsa Allahu thotë në Kur'an kushdo që e bën këtë është në dënim. Është në dënim të ashpër. Sura 4 An-Nisa ajeti 47 thotë: o ju që u është dhënë libri, besoni në atë që kemi shpallur ne, e cila e vërteton atë që keni, para se të fshim fytyrat dhe t'i kthejmë prapa, ose t'i mallkojmë siç e kemi mallkuar shkelcit e së shtunës. Urdhri i Allahut gjithmonë zbatohet. Këtu na thuhet se njerëzit e librit, judetë dhe krishterët, duhet të besojnë në Kur'an sepse Kur'ani vërteton atë që ata kishin, Teuratin dhe Ungjillin. Pra, në shekullin e 7, Kur'ani dëshmon se judenët dhe krishterët e kishin Teuratin dhe Ungjillin. Dhe ata mund të kontrollonin nëse Kur'ani i vërteton ato apo jo. Kjo është arsye pse shumë judej edhe të krishterë fillimisht, edhe pse ishin pak menduan se ndoshta Muhamedi vërtet është profeti i vërtet, kur ata e dëgjuan se çka i thoshte dhe kontrollonin atë me Teurat dhe Ungjil, e panë që ai ishte komplet ndryshe edhe e refuzuan. Kështu që Muhamedi më vonë u kthye kundër tyre, edhe pse në fillim deshi të bashkëpunonte pak me ta. Mirë, po idejtë të krishterët e kuptuan që nëse ata kontrollojnë Teuratin dhe Ungjillin ashtu siç Kurani u thoshte, atëherë ata shihnin që Muhamedi nuk është as pak profeti i vërtet nga Zoti. Pra, në shekullin e 7, ky ajet na thot shumë qartë, sura 4, An-Nisa ajeti 47, na thot që në shekullin e 7 Kurani na e vërteton se Teurati dhe Ungjilli ekzistonin sepse edhe judenit edhe të krishterët i kishin këto libra në praninë e tyre. Pra, në shekullin e 7 Teurati dhe Ungjilli ekzistonin dhe ishin të mbrojtur. Sura 2, pra, Al-Baqara ajeti 40 dhe 41 thotë: o bijtë e Izraelit, kujtoni begatit e mia që ju kam dhënë dhe përmbushni premtimin tuaj ndaj meje,
që unë të përmbush premtimin tim ndaj jush, dhe mos keni frikë vetëm mua, dhe besoni në atë që kam shpallur, që e vërteton atë që keni. Prap, Allahu këtu u drejtohet bijve të Izrael, judenëve në shekullin e 7, dhe u thot besoni në atë që ju keni, pra në Teuratin ekzistente në shekullin e 7. Dhe Kurani ishte dërguar që ta vërtetoj atë që ata kishin. Muslimanët na thonë se në shekullin e 7 Teurati nuk ekzistonte ashtu siç Zoti i kishte zbritur, ishte korruptuar nga njerëzit. Nëse kjo është e vërtetë, atëherë Allahu është duke i thënë judeve që ata të besojnë në diçka të korruptuar. Mos veç mendoni këtë mirë. Allahu po i thotë që besoni në atë që kam shpallur dhe që e keni para jush. Por muslimanët thonë jo, mos e besoni atë, sepse është korruptuar. Interesante. Së treti, gjëja e tretë që Kurani na thot lidhur me këtë libra, është se vetë Kurani na thot që askush nuk mund të ndryshoj fjalët e Allahut. Sura 6, shkron ajeti 114-115, sura El-Enam, thot: a të kërkojnë ndonjë gjykatës tjetër përveç Allahut, kur ai është që e ka zbritur librin e shpjeguar qartë. Ata që u dham librin e dinë se ai është shpallur nga Zoti yt me të vërtetën, prandaj mos dysho as pak. Fjala e Zotit tënd është e përmbushur në të vërtetë dhe në drejtësi. Askush nuk mund të ndryshojë fjalët e tij. Sura 18 Al-Kahf, ajeti 27, lexoj çka të është shpallur ty nga libri i Zotit tënd. Nuk ka kush që mund të ndryshojë fjalët e tij. Dhe pastaj nuk mund të gjesh strehim. Kush mund të ndryshojë fjalët e Allahut? Judenjet, krishterët, Pauli, murgjit, Vatikani, sipas Kuranit, askush nuk mund të ndryshojë fjalët e Allahut. Tash unë di që muslimanët dëshirojnë që të na thonë se këto jetë e kanë fjalën për Kuranin, se askush nuk mund të ndryshojë fjalët e Allahut që ishin në Kuran. Mirë po, prap, muslimanët i ndryshojnë fjalët në Kuran këtu. Këtu na thuhet që askush nuk mund të ndryshojë fjalët që Allahu që ishin në libër. Në këtë kohë këtu, kur ky ajet shpallet, Kurani nuk ishte ende i shkruar si libër. Mirë po Teurati dhe Ungjilli ishin. Dhe në këtë kohë Kurani ende prap na thotë se askush nuk mund të ndryshojë fjalët e Allahut që ishin të shkruar në libër. Pra, me që shifni se vetë Kurani na dëshmon se Teurati dhe Ungjilli u zbritën nga Zoti, Teurati dhe Ungjilli u mbrojtën nga Zoti, se autorët e Teuratit dhe Ungjillit duhet të gjykojnë sipas asaj që Allahu kishte zbritur në këto libra, dhe në fund e pam se askush nuk mund të ndryshojë fjalët e Allahut. Dhe mbasi që vetë Kurani dëshmon se Teurati dhe Ungjilli ishin fjala e Allahut, atëherë kjo nënkupton se askush nuk mund të ndryshojë Teuratin dhe Ungjillin. Premtimi është që askush nuk mund të ndryshojë fjalët e Allahut. Edhe Teurati dhe Ungjilli ishin fjala e Allahut sepse u zbritën nga Allahu. Ajo që ka muslimanët modern na thonë për Teuratin dhe Ungjillin sot se janë korruptuar, janë ndryshuar, janë manipuluar nga njerëzit, dhe ne nuk duhet të besojmë atyre. Këto gjëra nuk thuhen as pak në Kur'an. Këto gjëra janë shpikur nga muslimanët modern. Kështu që për fund dua t'ju them miqve të mi musliman, bindjuni Kur'anit dhe trajtoni Teuratin dhe Ungjillin ashtu siç Kur'ani ju thot. Se aty janë libra të zbritur nga Zoti, janë libra të mbrojtur nga Zoti, njerëzit thirrën që të gjykojnë sipas këtyre librave, dhe se askush nuk mund të ndryshojë këto libra për shkak se Teurati dhe Ungjilli janë fjala e Allahut. Kurani ju thot këtë, dhe sipas Kuranit askush nuk mund të ndryshojë fjalët e Allahut. Pra, kjo është çka Kurani na thot për Teuratin dhe Ungjillin, me që mos kontrolloni pak kur muslimanët thonë diçka, ose Ungjilli është korruptuar, ose Teurati është korruptuar. Thjesht kërkojnë na tregojnë nga Kurani ku thot Kurani se Teurati dhe Ungjilli u korruptuan nga njerëzit. Bënja këtë pyetje dhe nuk kanë përgjigje. Ju faleminderit dhe Zoti ju bekoft.